Prokuroria e posaçme i komunikoi akuzat dy ish prokurorëve të Sarandës të dyshuar për korrupsion dhe ndikim të paligjshëm. Kledian Llaho akuzohet për korrupsion ndërsa Çlirim Shahini, sot avokat, për ushtrim të ndikimit të paligjshëm. Sipas Spakut, ish prokurorët kërkuan dhe morën 55.000 euro nga shtetasi Pando Papuçi, i shpallur në kërkim për ndërtim pa leje në këmbim të ndërhyrjes në gjykat për zbutjen e masës së sigurisë. Llaho ka përfituar 30.000 euro ndërsa Shahini 25.000 euro. Ndërsa biznesmeni Vasil Bakalli dyshohet si sekseri kësaj skeme. Gjykata e apelit e përbërë nga gjyqtarët Edlira Petri, Fatri Islamaj dhe Marcela Pepi konkludoi se Pando Papuçi nuk kishte konsumuar asnjë vepër penale lidhur me ndërtimet, duke hedhur dyshime mbi bazat e hetimit të nisur nga Prokuroria e Sarandës. Më herët, më 8 gusht, kolegji i posaçëm i apelimit kishte vendosur shkarkimin e Llahos për deklarimet pasakta dhe mangësi profesionale, duke i hapur rrugën hetimeve të Spakut mbi veprimtarinë e tij të korrupsionit. Një ditë pas protestës së opozitës përpara kryeministrisë, policia e shtetit ka arrestuar 4 persona, ndërsa 7 të tjerë do të hetohen në gjendje të lirë. Dhuna shpërtheu në fund të fjalimit të Sali Berishës, kur protestuesit hodhën bomba molotov drejt godinës së kryeministrisë, duke ndezur ambientet e jashtme. Si pasojë, 3 punonjës policia u plagosën, por edhe një simpatizant i opozitës u përfshi nga flakët, pasi një molotov shpërtheu pranë këmbëve të tij. Ai reagoi njëherë duke u larguar me vrap. Sipas policisë, gjatë tubimit, u identifikuan 11 persona për veprime të kundraligjshme. Përveç arrestimeve dhe procedimeve penale, materialet ju referuan prokurorisë, edhe për sekretarin organizativ të PD-s Ervin Minarolli, për shkelje të ligjit për tubimet. Hetimet vijojnë për persona të tjerë të përfshirë. Gjykata e apelit ka shpërsuar masat e sigurisë për disa ish zyrtar të përfshirë në skandalin e legalizimeve të paligjshme në zonën Rana e Hedhun në Shëngjin, pas ankimit të prokurorisë ndaj vendimit të shkallës së parë. Apeli vendosi arrest me burg për ish drejtorin e kadastrës Gentian Malotaj, si edhe për ish përgjegjësit e legalizimeve Artmir Maxhuni dhe Artur Shabaku, të akuzuar për shpërdorim detyra. Ndërkohë, për inxhinierët Luiza Bala dhe Hekuran Xhina, masa u shpërsua nga detyrim paraqitje në arrest shtëpie për falsifikim dokumentesh. Për ish drejtuesit e IMT-s Lezhë, Flori Gjini dhe Kol Malaj mbetet në fuqi ndalimi për të dalë jashtë vendit, ndërsa Pjetër Tuçi vijon të jetë në arrest shtëpie për ndërtim të paligjshëm. Hetimet e prokurorisë së Lezhës zbuluan ndërtime pa leje të legalizuara në kundërshtim me ligjin, ku deri tani janë sekuestruar 4 objekte, ndërsa hetimet vijojnë në zonën turistike të Shëngjinit. Gjykata e posaçme ka shtyrë për më datë 15 janar seancën gjyqësore në ngarkim të Altin Hajrit, i akuzuar për rrëmbimin dhe zhdukjen e Young Prengës. Seanca e sotme dështoi për shkak të mungesës së njërit prej antarëve të trupit gjykues, ndërkohë që Altin Hajri gjykohet në mungesë. Veçmas për këtë çështje po gjykohet edhe Dritan Rexhepi dhe 6 të pandehur të tjerë. Më herët, gjykata e posaçme e apelit ka dënuar me vendim të formës së prerë me burgim të përjetshëm Festim Beçdilin, ish kopshtari i kompleksit në Shija, ku u dërgua pas rrëmbimit e nga ku u zhduk më pas trupi Young Prengës. Sipas prokurorisë së posaçme, Festim Beçdili ka qenë në ambientet e kompleksit Golden, kur aty është dërguar trupi Young Prengës dhe ka ndihmuar rrëmbyesit ta zhvendosin trupin nga një automjet në tjetrin. Gjatë deklaratave të tij në seancat gjyqësore, Beçdili ka pranuar se i është bindur personave që mbërritën në garazhin e kompleksit për të zhvendosur trupin, si edhe t'ju ketë vënë në dispozicion një kaz me lopat pasi ata ishin të armatosur. 3 persona në Vlorë janë arrestuar në flagrancë pas ngjarjes së rëndë të ndodhur një ditë më parë në zonën e rreth rrotullimit të Nartës, gjatë aksionit për lirimin e hapësirave publike. Të arrestuarit janë një 58 vjeçar, një 27 vjeçar dhe një 23 vjeçar, 2 mes tyre janë atë e birë, të cilët ushtronin në aktivitet të shitjes së automjeteve dhe lavazhit, kur u nënshtruan kontrolleve të bashkisë. Sipas policisë, ata ushtruan dhunë fizike ndaj drejtorit të IMT-s së Bashkisë Vlorë, ku pas 33 vjeçarit, më pas të njëjtën gjë bën edhe me punonjësit e policisë së qarkullimit rrugor që ndërhyn për të ndalur situatën, duke u shkaktuar edhe atyre dëmtime trupore. Për shkak të përshkallëzimit të dhunës, një efektiv policie qelloi një herë në ajër me armën e shërbimit për zbrapsjen e autorëve pa pasoja. Kujtojmë se njëri prej dhunuesve ishte vetë polic i bashkisë. Policët e lënduar ndodhen në spital jashtë rrezikut për jetën, ndërsa çështja i është referuar prokurorisë. Një operacion i gjerë antidrogë është zhvilluar sot në orët e para të mëngjesit në zonën e Pescaras, ku autoritetet italiane kanë ekzekutuar 16 masa sigurie ndaj antarëve të një rrjeti të organizuar të trafikut të lëndëve narkotike, mes tyre edhe shtetas shqiptar.
9 persona janë arrestuar dhe dërguar në burg, ndërsa 7 të tjerë janë vendosur në arrest shtëpie. Operacioni është rezultati një hetimi të nisur në mars 2024, që dokumentoi rolet e ndryshme brenda një organizate kriminale të strukturuar, e cila kontrollonte shpërndarjen e drogës në zonat e njohura si Pescara Bene. Aksioni i koduar Mare Magnum ushtri nga Pescara dhe Monte Silvano drejt provincave të tjera italiane, me degëzime edhe në Shqipëri. Hetuesit rindërtuan të gjithë zinxhirin e trafikut nga shitësit e vegjël te drejtuesit e organizatës. Sipas autoriteteve, rrjeti përfshinte edhe persona pa precedent penal si tregtar dhe profesionist, duke siguruar fitime deri në 150.000 euro në muaj. Policia belge ka arrestuar 4 shtetas nga Shqipëria dhe Kosova, pjesë e një grupi që grabiste me armë banesa dhe terrorizonte qytetarët, veçanërisht në provincën e Luksemburgut. Arrestimet u kryen më 16 dhjetor gjatë kthimit nga një aksion kriminal. Kontrollet e banesave në Liezh quan në sekuestrimin e sendeve të grabitura, përfshirë bizhuteri, para, telefona celular, 2 armë zjarri dhe pajisje të plota për thyerje banesash, si dar, gërshër, pinca, doreza e maska. Pas marrjes në pyetje, gjykatësia caktoi arrest me burg për 4 të dyshuarit, ndërsa hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë grup kriminal. Policia e Kosovës ka zbuluar dhe sekuestruar një sasi të madhe armatimi në 2 raste të ndara në datat 19 dhe 20 dhjetor në fshatin Vaska, komuna e Leposaviqit. Njësia për ndërhyrje të shpejtë gjatë patrullimit në një banesë konstatoi një arsenal armësh. Si pasojë e hetimeve, më 22 dhjetor në banesë u gjet edhe një sasi tjetër armatimi. Hetimet vijojnë për të përcaktuar origjinën e këtij armatimi, si edhe personat e përfshirë në posedimin e tij. Të paktën 6 persona, përfshirë një fëmijë 2 vjeçar, humbën jetën pas rrëzimit të një avioni të marinës meksikane në gjirin e Galvestonit, Texas. Aeroplani transportonte 8 persona, 4 antar ekuipazhi dhe 4 civil, mes tyre pacient e mjek. Viktimat përfshin 4 antar ekuipazhi, 1 pacient dhe 1 mjek, ndërsa 1 person raportohet ende i zhdukur. 2 pasagjerë, një shoqërues i pacientit dhe një infermiere kanë mbijetuar. Avioni po transportonte pacient me djegje të rënda, mes tyre edhe një fëmijë të mitur, duke tronditur komunitetin. Shkaqet e rrëzimit mbeten ende të paqarta, ndërsa hetimet vijojnë për të sqaruar rrethanat dhe fatin e personit të zhdukur. Vince Zampella, 55 vjeç, një nga figurat më ikonike të industrisë globale të videolojrave dhe bashkëthemeluesi i serisë Call of Duty, ka ndëruar jetë pas një aksidenti automobilistik në autostradën malore Angels Crest në Kaliforni. Lajmin e konfirmoi Electronic Arts, duke përshkruar atë si një vizionar që frymëzoi miliona lojtarë dhe krijues në mbar botën. Zampella bashkëthemeloi Infinity Ward, studio e parë që publikoi Call of Duty në 2003, një nga seritë më të suksesshme komerciale të videolojrave. Ai gjithashtu krijoi Respawn Entertainment, studio pas serive Titanfall, e cila u ble nga EA në 2017 duke forcuar pozicionin e kompanisë në lojrat aksion në vetën e parë. EA theksoi se kontributi i Zampellas ka lënë gjurmë të thella në argëtimin interaktiv edhe se mendimet e saj janë me familjen dhe të afërmit e tij. Aksidentimi i automjetit që çoi në vdekjen e tij mbetet objekt hetimi nga autoritetet lokale.